të vlerësuar. Allah shpërblet, faleminderit Nada. Po mirë, tani këtu prej përvojës që e kam, e kemi diskutuar siç e the edhe ti kështu privatisht, po besoj edhe publikisht është mirë ta potencojmë që përveç përkrahjes materiale, nuk kemi as përkrahje morale atë sa duhet në komunitetin tonë. Edhe kjo ndoshta është ajo më shqetësuesja, sepse ta zëm një video, një emision që shfaqet në rrjetet sociale, për shembull ose YouTube, komente në shumë raste ka shumë komente negative për shembull nga islamofobët që i përmendëm më herët, ndërkaq nuk gjej ndoshta një koment dy që janë nga muslimanët në mbështetje të atij emisioni, atij gazetari ose gazetarje që domethënë është pjesë e tij. Dhe kjo domethënë ndoshta është pjesa më shqetësuese, se them mirë, le të jenë 20 komente, 100 ndoshta negative, por sa ne jemi që mund të shkruajmë pozitivisht. Dhe pse nuk e bëjmë këtë pastaj? Po dhe kjo besoj se buron nga mungesa vetëdijësimit, domethënë ndoshta nuk e shohim si mënyrë mbështetje. Domethënë duhet ta shohim, duhet të ketë edhe një farë edukimi, ndoshta ne vetë duhet ta edukojmë audiencën tonë, që një like, një mbështetje, një share, një koment pozitiv është një motivim që t'ia bën asaj medias, është një mbështetje, është një përkrahje, nëse nuk ke mundësi ekonomike, buxhet për t'i ndihmuar. Atëherë spaku do të thonë ndihmoj me një shpërndarje, spaku ndihmoj me një reklamim, me një shpërndarje, me një, nëse nuk na kushton asgjë, një gjë që nuk na kushton asgjë dhe shpresojmë domethënë që ndoshta është edhe fajon se kemi ditën e ta lobojmë siç duhet ose ta reklamojmë siç duhet, ti ndërgjegjësojmë edhe ti edukojmë siç duhet, mirë po nuk dua ta bëfajmë vetëm audiencën, ndoshta marrim dhe fajin për vetë, kështu që nga të dyja palët domethënë është ekziston ajo. Mirë po shpresojmë që të ketë përmirësim këtë, mos jemi kështu e ndërmoralizuar, shpresojmë që gjërat shkojnë më mirë dhe të bëhet më mirë. Dhe më në fund të arrijmë këtë lloj vetëdijësimi, siç e kanë hak realisht këtë lloj mediash që ta kenë. Ashtu, urojmë që të jetë ashtu vërtet Nada. Mirë, ndoshta ndonjëherë një arsye që përmend është edhe fakti se disa nga besimtarët nuk e mbështesin këtë formën që sidomos gratë, vajzat të jenë pjesëmarrëse në media, qoftë si mysafire, qoftë si gazetare, moderatore, domethënë e shohin si diçka si të ndaluar, themi kështu kushtimisht. Dhe ndoshta edhe në këtë drejtim mund të jetë një prej arsyeve që mungon përkrahja për shembull. Ne shohim që hezitojnë ta japin dhe një like për shembull Nada, sepse nuk bën. Unë, ti, ajo tjetra, nuk bën të dalim media dhe ai like-u që na japin i bën dhe ata bashkë pjesëmarrës në këtë gjunahun, po e quaj kushtimisht që po e bëjmë ne. Si e sheh ti, si e komenton këtë situatë? E parë gjë që do të them është duhet i respektojmë edhe ato mendime që mendojnë se nuk lejohet apo nuk duhet, ndoshta edhe ato kanë argumentimet e tyre, kanë bazohen diku, kështu që nuk duhet t'i gjykojmë. Mirë po, unë dihet domethënë që jam në atë mendimin që gratë muslimane lejohet të ekspozohen në media, por me kushte të caktuara. Pra sipas parimeve islame. Tani unë nuk jam teologe dhe nuk doja që kjo domethënë ky prononcimin të merret si fetva. Mirë po me sa kam formim fetar, për shkak se kam bërë medresen, kam bërë edhe studime të shkencave islame. Nada, sigurisht. Është thjesht një mendim, domethënë, për përcjell thjesht një mendim tim, me aq sa formim fetar kam unë. Unë jam në mendimin që Islami nuk e ndalon prezencën publike të gruas, por e rregullon mënyrën dhe qëllimin e saj. Atëherë unë mendoj se, domethënë një nga disa nga kushtet duhet të jetë që të ruhet modestia, hijabi në veshje, në sjellje dhe në të folur. Pra nuk është nevoja tani të qeshim këtu me të madhe, sigurimin kafe, sigurimin në një ambient më të mbyllur dhe më intim, apo të lasdrojmë, siç e thonë nga Kosova, të lastohemi në të folur. Duhet që qëllimi të jetë të qenurit të dobishëm për shoqërinë. Për shembull, forma edukimi, forma informimi, siç është gazetaria, thirrje në të mirë, ndoshta duke përcjellur art me vlera ose aktivizëm shoqëror, sepse edhe në kohën e Profetit alayhis salam ka pas aktivizëm nga gratë. Ka pas gra që kanë dalë edhe kanë folur para halifes, si kanë thënë, jo se këtu e ke gabim. E kanë ngritur zërin. Do të thonë ata kanë qenë ekspozuar, apo sepse të ngresh dorën do thotë që zëri i tyre ka qenë është dëgjuar. I dëgjuar nga burrave, apo ti drejtohesh halifes e të thosh kujdes se këtu e ke gabim, ose një grua për shembull i ka shkruar dhe ka thënë kifikallan për shembull për këtë gjykim. Kështu që do të marrim edhe shembull nga jeta, nga koha e sahabëve, nga historia islame. Gjithashtu nuk duhet shkel parimet morale islame, siç është për shembull objektifikimi i trupit, mos
banalizohet imazhi i gruas muslimane dhe mesazhet dhe format duhet të jenë, domethënë të evitohen mesazhet dhe forma jo dinjitoze, të cilat janë edhe provokuese. Pra duhet të ruajmë një farë norme, le të themi, kur ekspozohemi. Unë jam e mendimit që nuk lejohet ekspozimi që shfaqet trupi ose seksualizohet trupi i femrës ose ndodhin fitime përmes imazheve të saj. Bëhen domethënë reklamohet trupi i një gruaje, në përgjithësi nuk po flasim për gratë muslimane, megjithëse domethënë kjo nuk duhet të jetë prezente në media. Përmbajtje për shembull të mos bjerë ndesh me etikën islame, për shembull ti shpërndan një përmbajtje që ka muzikë shturse, fjalë të shtura etj. Dhe gruaja nuk duhet të reduktohet në objekt dhe jo në subjekt pa mendim, pa dije dhe pa vlerë. Tani kemi argumente domethënë nga Islami, nga historia islame, cilat gratë domethënë kanë qenë aktive në shoqëri, nuk kanë qenë të izoluar, nuk kanë qenë të mbyllura. Gratë për shembull merrin pjesë në jetën publike. Ata për shembull shumë njerëz, shumë student, shumë nxënës të dijes pyetnin, mësonin dhe transmetonin dije nga Aisha radhiyallahu anha, çka do thotë që ka qenë ekspozuar domethënë deri diku. Dhe flisnin për çështje shoqërore dhe fetare, gratë domethënë atë kohë. Pra problemi nuk është dukja në media, por problemi është se si shfaqesh. Pra si përfundim, si një problemi kësaj që tha, mendoj se Islami nuk e dalon gruan të jetë e dukshme, por e uzon të jetë e denjë, të jetë e kujdesshme dhe brenda parimeve islame. Ta kthejmë në anën tjetër Nada për shembull. Nuk është e ndaluar, por sa është e nevojshme prezenca e saj në media për shembull? Po mendoj se është e nevojshme, sepse ka tema të cilat më shumë të gratë duhet i trajtojnë. Për shembull, le të themi çështja e hijabit. Ose çështje që prekin gruan në përgjithësi domethënë. Atëherë nëse ti tema është gruaja, gratë në sfera të ndryshme, të ti fton një panel plot me burra, sepse kjo është shumë sheshake, sepse kemi parë panele të tilla ku gratë nuk janë përfshirë. Domethënë ti po flet emrin e gruas, po nuk e lejon, nuk po jep hapësirë grave që të flasin emrin e tyre. Pra ka shumë raste që është e nevojshme. Ose për shembull për mëmësinë. Tani të dalin burrat të flasin për mëmësinë, të dalin burrat të flasin për gjithënin, ose ku diun. Ka shumë tema ndoshta sot që të trajtohen nga gratë, nga vajzat, shkojnë më mirë ose përçohen më mirë deri tek gratë vajzat tjera që i përcjellin. Por në anën tjetër Nada, ndoshta e ke vrejt edhe këto grupet e mësuesave që janë për shembull në Zoom, në formate të ndryshme, domethënë i bëjnë aty ligjëratat e tyre dhe e shohin që aty mjafton dhe nuk ka nevojë të dalim në media, por sipas teje a mjafton kaq apo? Nëse ato mendojnë që mjafton, ndoshta kanë të drejtë, domethënë e respektojmë edhe atë mendimin. Mirë, po ajo prapë mbetet një grup shumë i izoluar, domethënë mbetet një grup shumë i vogël. Për shembull, merre rastin e një teologe, e cila mban ligjërata fetare në një xhami, sa audiencë mund të ketë aty në xhami, sa veta mund të mbledh një xhami, apo një Zoom, një grup Zoom, dhe sa veta ti arrin nëpërmjet një kanali në YouTube, një ligjëratë që publikohet, arrin me miliona shikime. A është, domethënë nëse ti mendon dhe po pretendon se po bën gjithë këtë për hir të davetit, atëherë a duhet domethënë që daveti të ketë impakt? Të përhapet sa më shumë apo duhet të izolohet edhe të mbetet vetëm për 20 persona? Atëherë ti pse nuk e domethënë mundsinë e diku tjetër që të edukohet, të arsimohet, jo vetëm ligjërata islame, po edhe ndonjë dije tjetër që mund të dije të ndryshme, fusha të ndryshme, sa persona mund të arrish të falë në media, sa persona mund të arrish të falë një kanali në YouTube, dhe sa persona mund të arrish përmes një Zoom-i. Do të thoshë ndoshta aty për shembull mund të kyçen edhe meshkuj, edhe çfarë problemi ka? Domethënë nëse meshkujt janë të interesuar, mund ta dëgjojnë. Nëse nuk kanë të interesuar, do ikin, do largohen, nëse tema është për shembull për gjithë zonën, dhe ajo nuk i takon aty, atëherë do largohen, domethënë kështu do mbeten aty në kanal. Dhe çfarë problemi ka nëse ti je rregull, duke thënë një rregull, as nuk po qesh më të madhe, as nuk po lozrosh në zë. Nuk po bën ndonjë provokim. As nuk je zhveshur, ja thjesht domethënë me mbulesë islame, me parime duke ruajtur, as nuk e lyer në mënyrë ekstreme sikur po shkon në një dasëm, domethënë ruan ato parimet e tua, nuk ka asgjë që të keqe mendoj unë. Gjithsesi mbetet mendimi im, domethënë nuk është vetva. Vetëse nëse ti po bën këtë për hir të përhapjes së dijes ose për hir të davetit, atë mendoj që një impakt më i gjerë, më i madh arrihet përmes medias. Dhe prandaj mendoj se është e domosdoshme që e nevojshme që këtë bëhet në media, duke i respektuar data që mendoj se mjafton aq. Nuk po i kritikojnë, nuk po i
Ne vetëm po trajtojmë domethënë anë të ndryshme kështu të çështjes, ndoshta, se si ndikon ajo, si ndikon kjo tjetra. Patjetër, po trajtojmë domethënë disa këndvështrime dhe në anën tjetër Nada më duket sikur ne po i përjashtojmë pastaj atë pjesën tjetër që ndoshta mund të mos ketë njohuritë e duhura për të hyrë në një Zoom, për të hyrë në një Telegram, në një ligjërat kështu që mbahen nga mësueset me gjithë respektin. Ndërkaq media për shembull e shoh këtu tek pendimi e dërgon linkun dhe pastaj gjithçka në rregull. Kemi dëgjuese të moshave më të shtyra që i kemi të rregullta kështu. Dhe ajo nuk ka, domethënë çastje në Zoom, nuk di të përdor këto format e ligjërimit. Nuk e ka as aplikacionin e Zoomit, as nuk e di çet, as nuk di. Më thënë atëherë pse mos e japësh mundësinë edhe asaj që të dëgjoj një ligjërat. Unë vetë domethënë drejtoj një kam domethënë hapur një kanal YouTube për ligjërat islame dhe shikoj domethënë aty ke analizat e kyçes domethënë të audiencës, shumica janë 65 plus. Shumica janë 70 vjeçare, 80 vjeçare që hyn në kanal dhe dëgjojnë ligjërata, dhe shikoj edhe nga komentet që bëhen se sa falendëruese janë, se sa domethënë të nevojshme të domosdoshme kanë një gjë të tillë, sepse teologja mund të jetë për shembull në një vend në Maqedoninë e Veriut, ndërsa dëgjuesja është në një vend në Zithe, në Gjermani apo në një vend tjetër, dhe nuk e ka mundësinë të ndjekë drejt për drejt, nuk e ka mundësinë të paraqitet në xhami, në ligjërat të prezantohet vetë, atëherë çfarë bën? E ndjek nga larg, edhe kjo është një mundësi që dy ta shfrytëzojmë, është një nimet, është një mundësi që na ka falë Zoti që ti shfrytëzojmë për të mirë, patjetër, brenda rregullave dhe dispozitave të Islamit, pa thyer domethënë asnjë lloj rregulli. Ashtu, gjithsesi. Allah të shpërbleft, Nada, për gjithë këto sqarime, këto këndvështrime me vlerë. Mirë, një mesazh do të lexoj tani. Asalamu alaykum motra ime dashur. Allah të shpërbleft për emisionin Tim me vend. Tim me vend, më fal. Që na jep kurajo dhe me shumë pyetje. Nuk kam pyetje, vetëm desha t'ju përshëndes ju dhe të gjitha motrat e grupit ton të dashur. Allah ju ruaj, t'ju përshëndet motra juaj Rejhani. Rejhani nga Austria. Përshëndetje Rejhan, Allah shpërbleft. Kemi një grup këtu ne të dëgjueseve të radios në WhatsApp Nada dhe domethënë po besoj janë duke na përcjellur, i përshëndesim të gjitha, Allah i shpërbleft, gjithmonë me ne, mbështetëse kështu të pa diskutim. Mirë, një mesazh tjetër. Asalamu alaykum, lule e nderuar dhe zonja Nada Dosti. Ju uroj një mbrëmje të këndshme dhe të palodhur në emisionin tuaj, një emision shumë i dobishëm dhe i shëlluar. Zoti ju dhënë bereqet në punë, shëndet dhe sukses në jetë. Allah ju ruajt dhe ju shpërblet me të mira në dynja dhe në ahiret për përkushtimin dhe kontributin tuaj, duke ju regjistruar krijuesi absolut në regjistrin e të djathtëve. Përshafime dhe dashni nga Rinesa. Përshafime dhe gjithashtu Rinesa, Allah të shpërbleft, faleminderit. Një mesazh tjetër. Asalamu alaykum Lule dhe Nada, ju përgëzoj për bisedën e frytshme dhe të dobishme, një segment tjetër i prezencës së muslimanëve në media. Thot, jemi edhe ne dëgjueset. Çfarë këshillon Nada, si duhet të jetë prania jonë, thjesht dëgjuese apo edhe si pjesëmarrëse në emisione? Nëpërmjet mesazheve, telefonatave, nëse po, si duhet të jetë paraqitja jonë? Ju përshëndes nga zemra, jeni shumë të mira. Shumë dashuri nga Adelina. Adelina, përshëndetje gjithashtu. Mu duk shumë pyetje interesante kjo Nada. Pra, si dëgjuese Adelina thot, si duhet tjetë prezenca paraqitja jonë kështu në media. Si dëgjuese pjesëmarrëse, domethënë për shembull shkruan një mesazh si këto që po bëjnë, ose telefonon kur kemi emisione të drejtë për drejta, se ne kemi disa emisione ashtu dhe ka shumë motra që na telefonojnë. Kjo domethënë në këtë drejtim thot. Si duhet të jetë paraqitja. Si pjesëmarrëse, për shembull me telefonata, domethënë nëse dihet e dukshme qoftë me paraqitjen e saj ose me zënën e saj, këshilla ime është ajo domethënë që përmendëm më përpara që të jetë një paraqitje serioze, pra të flasi seriozisht, pa të tepruar, pa ndonjë zë të lartë, pa të qeshura me të mëdha, pa lastrime në zë etj. Domethënë gjëra të cilat nuk është e nevojshme. Ndërsa si audiencë jo aktive, domethënë audiencë për shembull rrjete sociale ose ku diun, është ajo këshilla ta përsërisë edhe një herë atë këshillën që thamë më përpara që të përpiqen të jenë sa më shumë mbështetëse, sepse ndoshta ato mund ta shpërfillin një shpërndarje, një like, një koment pozitiv, mirë po ti e përmend edhe vetë ne që jemi brenda këtyre, që jemi pjesë e mediave, e dim se sa të rëndësishme ato gjëra. Kështu që do ishte goxha kontributi i madh, pavarësisht se për ta mund të duket i vogël, kontribut i vogël, po do ishte
kontribut goxha i madh dhe mbështetje shumë e madhe për ne nëse na mbështesin me format më modeste, siç janë një like, një koment pozitiv, motivues, dhe ndoshta ndonjë shpërndarje apo ndonjë reklamim, duke ftuar të tjerët që të jenë pjesë. Si kjo veçanërisht për sa i përket mediave muslimane, sepse ne më shumë të ndjejmë nevojën për të tilla mbështetje, për të tillë inkurajimi, motivimi etj. Po. Allah i shpërbleft, këto motrat e radios me të vërtet janë mbështetëse shumë nada. Shfrytëzoj nga rasti gjithmonë ti falenderoj, sepse në çdo hap të grup moshave të ndryshme, të vendeve të ndryshme, kështu i kemi edhe me të vërtet na japin mbështetje të pakusht. Allah i shpërbleft. Mashallah. Një mesazh tjetër, selam aleikum, e nderuara ju Luljeta, përshëndetje të përzemërta për ty dhe për mysafiren e nderuar. Mashallah, ishte kënaqësi t'ju dëgjonim dhe të përfitojmë nga fjalët tuaja. Tema ishte shumë e shëlluar dhe rëndësishme. Allah ju shpërbleft për mundin dhe sinqeritetin, ju dhënt bereqet në çdo hap. Motra nga Shkupi. Allah e shpërbleft, e përshëndesim gjithsesi. Një mesazh tjetër, selam aleikum, ju përshëndes ty Lulja dhe mysafirën, Allah ju shpërbleft. Gjithashtu, faleminderit. Selam aleikum, motra Lule, të përshëndes ty dhe mysafirën, ju përgëzoj emisionin e dashura motra Lule, që i përzgjedhin mysafiret më të mira, mashallah. Pyetje nuk kam, thot vetëm ju përqafoj shumë dëgjuesja Fidaia. Allah të shpërbleft motra Fidaie. Dhe kështu pra, një grup motrash që vazhdojnë, na përshëndesin, na përgëzojnë, se edhe një tjetër po e lexoj kështu, të mos i hyj në hak. Selam aleikum, ju përgëzoj për emisionin, po ju dëgjoj një mbrëmje të këndshme, thot Arta. Allah shpërbleft, gjithashtu, përshëndesim. Dhe kështu pra, nada, çfarë na mbeti pa biseduar, sigurisht ka shumë. Megjithatë, folëm për paraqitjen pra të grave dhe vajza muslimane në media, qoftë si prezantuese, si mysafire, si gazetare, si dëgjuese. Të flasim pak për aktivitetin tënd, nada, që ke kështu të ndryshëm, por edhe në fushën e shkrimit. Ke një libër të botuar dhe më duket je në punë e sipër për të dytin, apo jo? Po, e vërtet, puna e shkrimit ka nisur lidhur fort me gazetarinë, domethënë si fillim kam nisur të shkruaj opinione, ese, të cilat i kam botuar në media të ndryshme, dhe u bë së një konkurs letrar për një ese, domethënë, dhe në të cilën domethënë vendosa të merrja pjesë, nuk kisha lënë në shkrimin letrar që në kohët e medreses, që në gjimnaz nuk kisha shkruar më ese apo si thënë, këto shkrimet që bëhen në gjimnaz shkrimit letrare. Dhe provova të aplikoj domethënë ky konkurs, tema ishte për Kucin, dërgova këtë shkrimin letrar, ishte tentativa e parë, kështu që normalisht nuk fitova ndonjë çmim. Mirë, po pas asaj nuk e lash, vazhdova domethënë që ta aplikoj. Ajo ka qenë sa për ty rapullin kështu, e për të vazhdu pastaj, apo? Po, para disa viteve unë hapa një dosje në kompjuterin tim, ku e titullova dosjen me emrin Librim. Aty përmblodha desha të përmblidha gjitha shkrimet e mia, ku ishin kushtet, i kisha si tip arkive, domethënë që edhe për të lënë diçka më pas e din. Dhe vura re, ka qenë kohën e pandemisë pak a shumë. Dhe gjatë asaj kohe vura re, domethënë edhe për shkak të se punoja në portale të ndryshme, shikoja edhe audiencën. Dhe audienca nuk preferonte më aq shumë shkrimet eseistik apo opinionet apo shkrimet rreth gazetarisë apo politika e ndryshme. Po gjëra kaq të rënda, por gjëra më soft, më thjeshta, më qetësuese. Siç ishin për shembull shkrimet letrare. Dhe atëherë ndryshova totalisht domethënë natyrën e librit, vendosi të publikoj vetëm shkrimet e mia letrare, zakonisht shkruaj më shumë për kur udhëtoj shkruaj, domethënë shkruaj tregime ose rrëfime për udhëtimet e mia, dhe kështu që përmbledhet gjitha në një libër. Dhe alhamdulillah botua nga shtëpia botuese Logosa. Kjo në 2023, po. Tashmë kam nisur librin e dytë. Kam edhe domethënë një jeti libër është botuar edhe në gjuhën turke. E kam rishkruar edhe një herë në gjuhën turke, nuk është përkthyer, domethënë e kam rishkruar edhe në gjuhën turke dhe është botuar këtu në Turqi. Mirë, po tani kam në dorë librin e dytë,
Po bëj ato domethënë rregullimet e fundit dhe inshallah do dorëzoj, besoj brenda këtyre muajve do dorëzoj. Është me tregime kështu, njësoj sikurse. Po përsëri, po. Po, domethënë ndahet edhe libri i parë dhe ky ndahet në dy lloj, dy kategori tregimesh që janë tregime fiction që si bie trillime, domethënë tregime trillime, jo të vërteta, më thon, dhe rrëfime për udhëtimet që janë zakonisht tregime të vërteta, janë ngjarje që më kanë ndodhur ose kam qenë dëshmitare e këtyre ngjarjeve. Kështu, po bëj një ta natyrë, domethënë pak a shumë po një ta natyrë. Kurse ajo puna e përmbledhjet të eseve dhe të opinioneve të mia ndoshta do shtyp për pak më vonë, nëse është të rrisë. Inshallah, suksese edhe vullnet për të vazhduar me gjitha këto puna, da? Ndërkohë, na flasësh pak për jetën që po e bën në Turqi, për punët, për angazhimet atje, se ndoshta nga motrat që na dëgjojnë edhe mund të mos ke një uri të duhura se çfarë bën Nada më konkretisht. Atëherë unë punoj për TRT në Ballkanit, që është domethënë radio televizioni turk, por ka një filial në Ballkan, në Shkup konkretisht domethënë, dhe unë punoj për gjuhën shqipe, ku bëj redaktime, korrigjime, përkthime, shkrimë lajme, etj. Dhe kjo është punë part-time, domethënë në bëj remote, e bëj nga shtëpia. Gjithashtu studioj, po bëj doktoraturën në studime për jetës sociale, quhet. Sapo jam larguar nga një punë part-time tjetër që ishte fizikisht, domethënë në Zyrë që ishte në Institutin për Kërkim Islami. Le të themi nuk është se jam larguar, por le të themi kam marrë një pushim për shkak se duhet të fokusohem më shumë në studimet e mia. Kam pasë jetën familjare, jetë shoqërore dhe ti e din që merrem edhe në projekte të tjera, kam për shembull përkthime librash. Me përkthime librash kam një libër në duar tani që flet për siran, për jetën e profetit alayhis salam. Nëse do ndoshta do vazhdoj me raportin, kështu pak a shumë këto janë pak a shumë angazhimet aktualisht. Po mirë, me shfolëm për raportimin e mediave islamofobin, për shembull në Europë, në Kosovë, Shqipëri nga pak, na flasësh pak edhe për Turqinë, si qëndron çështja, domethënë ka islamofobia atje, se ne gjithmonë kemi përshtypjen që në Turqi, domethënë Islami është më i përhapur, qëndron më mirë çështja. Nuk e di nëse kemi të drejtë apo jo, se ti më përse afërmi kështu i din gjërat. Atëherë Turqia nuk përfshihet në këtë lloj raporti, nuk përfshihet ky raporti evropian i islamofobisë, por editorët redaktorët e këtij raporti, domethënë kanë bërë një libër tjetër dedikuar islamofobisë në vendet muslimane, pra në vendet me shumicë muslimane. Dhe ndërto përfshihet edhe Turqia, libër të cilin e kam lexuar dhe ky libër çfarë sqaron atë idenë se në vendet muslimane nuk ka islamofobi, që nuk është e vërtetë. Sepse edhe në vendet muslimane ka islamofobi dhe një rast i ngjashëm është edhe Kosova, që është me goxha përqindje të madhe muslimanësh, dhe prapë kemi domethënë islamofobi edhe në Turqi. Ka pas më shumë sepse Turqia ka qenë sistem laik, domethënë vazhdon të jetë, po ka pas një sistem sekular dhe ka pas një komunizëm shumë të fortë të theksuar. Mirë, po tani ka ndryshuar, pa ka përmirësime goxha me ardhin në qeveri të partisë aktuale. Mirë po, prapë, mbetet islamofobia në forma të ndryshme, nuk është më institucionalizuar siç ka qenë më përpara, sepse janë hequr shumë ndalesa, për shembull nuk ka ndalesë për hijabin në shkolla, nuk ka ndalesë për hijabin në disa institucione siç është për shembull gjykata, juridiku, ushtria etj. Mirë po, ka në nivel për shembull mediatik, ka në nivel të popullit thjesht, të qytetarëve le të themi, po mund të ketë edhe në disa organizata ose institucione ndërkombëtare, ndërkombëtare që veprojnë në Turqi. Vetë jam has me të tilla raste, me të tilla incidente, mund të përmend një 2 incidente të tilla islamofobe. Para ka qenë në një kurs gjuhësh që ishte e kësaj ambasadës britanike. Dhe aty domethënë ma kërkuan konkretisht që të heq, domethënë në mënyrë shumë të hapur, që të heq hijabin nëse do doja të jepja mësim aty. Dhe një tjetër incident ka qenë ku kam aplikuar si pedagoge në një universitet për gjuhën angleze, sepse siç e thashun kam një master në mësuesi anglisht. Mirë po, më është thënë në intervistë që duke qenë se anglishtja është një gjuhë perëndimore, kërkojmë dikë me paraqitje perëndimore. Mirë po, që do të thotë pasoni do të mirë, po nëse do i bësh të fjalë për gjuhën ku diun arabe ose
persisht, për shembull, mund të kishim marrë, po meqense do të fal për një gjuhë perëndimore anglisht. Interesant, po. Me i përshtat kështu prej vendit ose prej botë kuptimit që ka, ndoshta të themi europiane dhe kështu. Ara, po më duket që nuk e kanë idenë e vërtet nada, si në Kosovë, si në Shqipëri, si ndoshta edhe në Turqi, se si qëndron me të vërtet çështja në Europë, se unë për shembull jetoj në Gjermani dhe nuk ka kështu shembuj aq. Domethënë motrat muslimane me shami në Europë punojnë si mësuese të matematikës, informatikës, gjuhës angleze, të ndryshme. Domethënë një realitet krejt ndryshe nga ai që ndoshta e perceptojnë vendet me shumicë muslimane. Po, shiko, kjo puna e arsimit ose punësimit, kjo është një aspekt i islamofobisë. Për shembull, nëse kjo ndodh në Gjermani, ti ndoshta mund të thosh që shiko se në Gjermani nuk ka islamofobi, vetëm shkaku i kësaj. Mirë, po islamofobia shfaqet në dimensione të ndryshme. Për shembull, mund ta marrim edhe rastin e Shqipërisë së Kosovës. Për shembull, fakti që unë e ti apo mikesha tona nuk kanë mësuar sulme islamofobe të drejtë për drejta, kjo nuk do të thotë se s'ka islamofobi. Ajo për shembull mund të mos jetë e pranishme ndër popull, por mund të jetë institucionalizuar, pra është në nivel institucional, ose kundërta, mund mos jetë në nivel institucional si puna e Gjermanisë, por është në dimensione të tjera. Pra, çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë se vetë politikat janë diskriminuese kaqë muslimanët, do të thotë kur bëhet fjalë për nivelin institucional. Sepse unë e ndjej shpesh, domethënë dhe ky është edhe një ndër qëllimet e raportit, që ta shuaj ta fshi këtë mitin e faktit që shiko se në filan vend, për shembull, ku di unë, nuk ka islamofobi sepse ku di unë gratë muslimane për shembull pranon punësim. Okej, mund mos ketë punësim, po ka për shembull në politikë, ka në pusha tjera, në aspekte tjera. Po, vetëm e pata tek ky mendimi i përgjithshëm nada që për shembull është në vendet tona, edhe në Turqi siç e përshkruajte, që kur bëhet fjalë për Europën, domosdoshmë duhet të jetë ndoshta një grua, një femër që ka tipare të tjera të veshjes. Domethënë ky kënd vështrimin ndoshta më shumë. Se edhe un kam pas këto komentet për shembull kur kam shkuar në Kosovë tek të afërmit, ndonjëherë që si lule kur ke shkuar në Gjermani e ke vënë mbulesën, po atje nuk i pranojnë, po kështu, po ashtu, domethënë ka pas direkt paragjykime, domethënë për këtë elementin e mbulesës dhe dukjes sonë kështu si muslimane. Dhe që për shembull nuk është e kam has shumë, po edhe shumë motra të tjera. Po siç e the ti në dimensione të tjera dhe mund të jetë dhe gjithsesi islamofobi pra kemi çdo kund në mos në një segment në një tjetër në domethënë përgjithësi.